Zonja Vlora Spanca, auditore përgjithshme zyrës kombëtare të auditorit është me ne studio dhe do të flasim për planin vjetor për këtë vit institucionet të cilat do të auditohen nga ky institucion, por edhe 3 raportet të sotme që janë publikuar nga zyra kombëtare e auditorit. Atëherë zonja Spanca, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Zonja Spanca, sot keni publikuar planin vjetor. Cilat institucione këtë vit do të jenë në lupën e zyrës auditorit? Në fakt, sipas ligjit për auditorin e përgjithshëm, plani vjetor i auditimit i dërgohet Komisionit për mbikëqyrjet financave publike, përkatësisht do të thotë Kuvendit Republikës Kosovës, me 31 tetor të çdo viti. Dhe ne me 31 tetor të vitit të kaluar kemi dërguar këtë plan vjetor të auditimit tek Kuvendi për shqyrtim, në fakt është vetëm për informim, sepse është në diskrecion të auditorit të përgjithshëm të vendosë se çka dhe kur do t'i publikojë raportet e auditorit. Megjithatë, ligji për auditorin përgjithshëm ka disa obligime për auditorin përgjithshëm në baza vjetore të kryej auditimin e të gjitha ministrive, të gjitha komunave dhe agjencive të pavarura, përkatësisht e ka theksu auditim të rregullsisë që nënkupton auditimin financiar të pasqyrave vjetore financiare, si dhe pjesën apo pajtueshmërinë me aktivitetet dhe proceset të cilat ndërlidhen me transaksionet apo shpenzimin e paros publike gjatë atij viti. Dhe për këtë në planin vjetor të auditimit, normal se kemi të përfshira 88 organizata buxhetore që nënkupton janë 88 auditime financiare dhe të pajtueshmërisë për të gjitha nivelet, po ashtu kemi edhe ndërmarrjet publike. Në ligjin për auditorin e përgjithshëm edhe atë të ndërmarrjeve publike në fakt përcaktohet se deri me datën 30 shtator të çdo viti auditori i përgjithshëm e njofton aksionarin, përkatësisht qeverinë, se cilat ndërmarrje publike do t'i vendosë në plan vjetor të auditimit. Në këtë aspekt ne kemi vendosur 12 ndërmarrje publike, përkatësisht është auditim financiar dhe i pajtueshmërisë, të cilin do ta kryejmë për vitin 2024. Ne do të vazhdojmë me auditimin e ndërmarrjeve publike të cilat janë më komplekse dhe ato të cilat janë në interes të qytetarëve, siç është. Ka kritere se si vendoset cilat ndërmarrje do duhet të... Patjetër, me marrjen e mandatit do të thotë fokusi im ka qenë tek auditime cilësore, jo në rritjen e numrit, po tek përfshirja e ndërmarrjeve publike të cilat kanë qenë më komplekse dhe të cilat nuk janë audituar një kohë të gjatë, do të thotë dikur 10 vite, siç ka qenë Korporata Energjetike e Kosovës, pastaj Kost, Trepça, kemi vazhdu me kompaninë regionale të ujësjellësit Prishtina, Iber Lepencin, po ashtu edhe me Radio Televizionin e Kosovës dhe disa ndërmarrje tjera publike. Gjithmonë e shohim, do të thotë, nëse ndërmarrja publike do të thotë është materiale, është në interes të qytetarëve, nëse ndërmarrja publike ka një opinion jo të mirë, do të thotë në aspektin e pasqyrave financiare, ndërmarrjet publike të cilat nuk i kemi audituar një kohë të gjatë. Në planin vjetor të këtij viti nuk kemi përfshi për shembull postën, për shkak se posta ka marrë një opinion të mirë, do të thotë viteve paraprake, dhe e kemi liruar me qëllim që posta do të ta kontraktoj auditimin tek një kompani private, për shkak do të thotë se ne kemi parë që ka vendosur për shkak të performancës. Njëjtë ka qenë edhe propozimi që të mos vazhdoj me auditimin e Telekomit, për shkak se edhe Telekomi në vitin 2023 ka marrë opinion pozitiv, dhe do të thotë nuk kemi parë arsye që të vazhdojmë, megjithatë Telekomi ka shprehur interesimin që do të thotë Telekomin ta auditoj zyra kombëtare auditimi dhe ne kemi vendosur në planin ton auditues. Përveç auditimeve financiare dhe të pajtueshmërisë, ne kemi vendosur në plan edhe 16 auditime të performancës në fusha të ndryshme, meqense se 80% e stafit është i fokusuar apo i angazhuar në auditime financiare dhe të pajtueshmërisë, tek këto që janë obligative, na mbetet dikun vetëm 20% e stafit do të kryejnë auditime të cilat janë që ndërlidhen me efektivitetin, efikasitetin apo vlerën për para në aktivitete apo procese të cilat kanë bëjnë me shpenzimin e paros publike apo me ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Në këtë aspekt, për ta pas një plan i cili me të vërtet do të përmban tema të cilat janë në interes të qytetarëve, zakonisht do të kemi dikon 2 punëtori të cilat i mbajmë me shoqërinë civile dhe marrim edhe mendimin e shoqërisë civile për temat të cilat i propozojmë. Përveç informacioneve që marrim nga brenda, do të thotë auditorët e performancës, auditorët financiar, propozojnë tema në bazë të mangësive të cilat janë identifikuar, do të thotë, gjatë auditimeve të tjera.
Auditimet e performancës këtë vit do të përfshin sektorin e shëndetësisë, sektorin e arsimit, sektorin e mjedisit, siç është auditimi i energjisë së ripërtreshme, pastaj menaxhimi i hapësirave pyjore. Do të vazhdojmë me auditimin e lejeve të ndërtimit në fushë Kosovë, sepse sot vetëse publikuam një raport të auditimit për leje të ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, për shkak do të thotë të mangësive të shumta, do të thotë që s'do fjalë, është diçka që e shohim çdo ditë dhe është diçka që e prek interesin e qytetarëve, sigurinë e banimeve të sotme. Po ashtu tek auditimet e performancës kemi edhe auditimet e teknologjisë informacionit, siç është auditimi i sistemit të tatimit në pronë, pastaj e-Kosova dhe një auditim tjetër. Për shkak të numrit të kufizuar, do të bëjmë 2 deri në 3 auditime. Tek fusha e mjedisit, në fakt, kemi edhe një auditim paralel, kemi një marrëveshje me kontrollin e lartë të shtetit të Shqipërisë, është auditimi i tretë me radhë të cilin po e kryejm së bashku, ka qenë propozim i kontrollit të lartë të Shqipërisë që të kyçemi së bashku të bëjmë auditimin e sigurisë, mbrojtja dhe siguria e digave. Për neve ka qenë një rast i mirë, është për herë të parë një auditim të tillë. Ne ju kemi bashkuar kësaj ftese nështë edhe për shkak të rastit që kemi pasur do të thotë kohëve të fundit, për të pa do të thotë se sa do të thotë digat, duke marrë parasysh edhe ujin apo e kufizuar që kem në Kosovë. E kemi pas do të shumë të rëndësishme dhe momentin që të filloj me auditimin e mbrojtjes dhe sigurisë së digave në Kosovë. Dhe kur do ta kemi sa i përket çështjes së digave, zonja Spanca, a ka një afat? Zakonisht kur bëhen auditime paralele, do të thotë së bashku me institucionet supreme të auditimit e marrin një kohë të gjatë për shkak të koordinimit të gjitha aktiviteteve, sepse të dy raportet pastaj dalin në të njëjtën kohë dhe më pas nxjerrim edhe një raport të përbashkët. Nuk është se kemi do të thotë tash për tash një plan se kur presim, auditimet e performancës janë auditime të cilat zgjasin dikon 6 deri 9 muaj, varësisht prej kompleksitetit të temës. Ajo çka është dallimi e Shqipërisë, a do të ofrojë Shqipëria ndoshta ekspertizën e vet në rast se ka më shumë përvojë sa e përket kësaj pjese të auditimit të digave? Patjetër, ne kemi biseduar, kemi pasur një takim me kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit të Shqipërisë, zotrin Shehu, dhe ata vetëse kanë kryer një auditim do të thotë për një digë, ku ka pasur shembje të një dige në jug të Shqipërisë, megjithatë duke marrë parasysh përvojën cilën e kam pas, do të thotë gjatë auditimit të një dige, e kam pa të arsyeshme, të nevojshme që të bëhet një auditim gjithëpërfshirës edhe për pjesë të tjera. Dhe në këtë aspekt, me atë sa kemi biseduar, do ta kemi edhe për krahjen e gjykatës turke të llogarive, do ta marrim edhe ekspertizën e gjykatës së llogarive turke, po shpresoj se po më është gjithmonë mirë kur kemi ekspertizë edhe në këtë fushë. Nëse nëse shohim planin auditues, do të thotë viteve të kaluara, këtë vit, do të thotë plani është shumë ambicios, për shkak se kemi rritur numrin e auditimeve. Një vit më herët ne kemi publikuar dikon 126 auditime, përderisa kemi planifikuar, do të thotë deri në fund të gushtit të këtij viti të publikojmë 139 auditime. Arsyeja apo aty ku e kemi rritur, do të thotë planin auditues, është tek auditimet e veçanta të pajtueshmërisë. Tek secila ministri, komun dhe agjencie e pavarur, e thash më herët në kryejm edhe auditim financiar edhe auditim të pajtueshmërisë, po bëhet në aspektin e pasqyrave financiare për transaksionet e vitit. Ka një arsye pse keni vendosur që kësaj radhe të japni fokus kësaj pjese? Po, ka një arsye për shkak se standardet ndërkombëtare të auditimit parashojnë 3 lloje të auditimeve, do të thotë të veçantë, auditim financiar, auditimi i pajtueshmërisë dhe auditimi i performancës. Duke e parë mungesën, do të thotë e pajtueshmërisë apo mangësi të shumta, si në nivelin qendror, ashtu edhe në nivelin lokal, të pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret në fuqi, është gjithmonë më mirë, do të thotë që auditimet të mos jenë kështu përfshirëse dhe në bazë të mostrave tek auditimi financiar, por ta marrim një projekt të caktuar dhe të shohim se si do të thotë nëse janë respektuar procedurat nga fillimi deri në fund. Për shembull, këtë vit kemi 12 auditime të pajtueshmërisë. Një auditim është në qendrën klinike universitare, e cila ka të bëjë me ndërtimin e një klinike, në fakt ndërtimi i objektit për klinikat nefrologji dhe hemato-onkologji.
është projekt i caktuar, ku ekipi auditus do të shoh nëse janë respektuar procedurat që nga inicimi i kërkesës deri tek menaxhimi i kontratës. Dhe zona Spanca, si merret vendimi që një projekt i caktuar të auditohet, për shembull? Po, në fakt, ne bëjmë një analizë brenda, kërkojmë nga ekipet audituse që të dërgojnë, do të thotë propozimet e tyre, pastaj kemi një mekanizëm tjetër i cili i rishikon ato propozime dhe vlerëson nëse propozimi i tyre është i drejtë apo jo, do të thotë nëse është fusha materiali, ka shumë indikator, nëse është materiali në aspektin do të thotë si sasior, si në aspektin financiar, si në aspektin social, pastaj nëse kemi audituar më herët apo jo, nëse mund t'i japim, t'i shtojmë vlerë përmes rekomandimeve të auditimit, nëse me të vërtet ekziston një problem i auditimit. Do thotë janë disa indikatorë që shqyrtohen para se të merret vendimi për të audituar. Përveç tjera ne shohim nëse stafi auditus ka kapacitetin të kryej këtë auditim. Siç është rasti me lejet e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, do thotë ka qenë një propozim ndoshta që është bërë më herët, por që ne është dashur të sigurohemi që kemi kapacitetin profesional dhe që auditorët e kanë kuptuar mirë fushën për të iniciuar atë auditim. Është parsore, do thotë që të sigurohemi që kemi kapacitetin e mjaftueshëm profesional për të kryer një auditim. Tek auditimet e pajtueshmërisë, tjetra është tek Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, është procesi i subvencionimit të ndërtimit të shtëpive të komunitetit jo shumicë dhe atyre pakic në komunat Mitrovice Veriut, këto rishtazi që janë bë. Dhe këtu ka një arsye pse është vendosur pikërisht auditohet kjo? Po, në fakt, prej secilit e kep auditus, aty ku janë tek auditimi financiar, i kemi vu me një farë mënyrë detyrë që ato ekipe ti analizojnë, do të thotë aty ku janë dhe të vinë me propozime. Për shembull, ekipi auditus në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, i ngarkuar për auditim financiar, auditimin e pasqyrave, ka pasur për detyrë që në kuadër të ministrive cilat i ka, të vi me propozime se cila është do të tema më e rëndësishme e cila mund të auditohet. Ekipet audituse se cili për fushën ku janë caktuar. Njëjtë është edhe tek Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ekipi auditus do të ka edhe 2-3 ministritë të tjera të ngarkuara për auditim gjatë vitit, auditime financiare, por që do të ne kemi obliguar që të bëjmë një analizë në kuadër të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, se cila është tema, cila është do të mund të shtojmë vlerë dhe ka më shumë të nevojë të auditojmë. Në këtë rast ekipi ka me propozimin menaxhimi i projekteve kapitale në fushën e trashëgimisë kulturore. Dhe ne kemi aprovuar si temë. Përderisa në nivelin lokal, duke marrë parasysh që vitin e kaluar kemi nxjerrë një raport të auditimit për shfrytëzimin dhe menaxhimin e pronave komunale përkatësisht në dhënien me qira, dhe ai auditim ka nxjerrë në pas shumë mangësi në mënyrën se si janë dhënë në shfrytëzim me qira, do të thotë pronat komunale. Atëherë e kemi përcaktuar si temë që do të kryhen 8 auditime në nivelin lokal, në komunat të caktuara, me të njëjtën temë, do të thotë menaxhimi i pronave komunale të dhëna me qira. Dhe në cilat komuna është? Tash në cilat komuna, po ne i kemi planin, e kemi shpërndarë, kemi bërë analizat tona, megjithatë tash nuk i kam informatat saktësisht në cilat komuna kemi vendosur, megjithatë plani është aprovuar. Dhe zonja Spanca, e përmendët kriteret për mënyrën se si vendoset auditohet. A ka raste kur për shkak të edhe të raportimeve për keq përdorime caktuara të paras publike, auditori nis auditime, si për shembull rastin e kontratave një burimore, rezerva shtetërore, këto të mëdha, ka raste? Në fakt, mirë, faleminderit që parashtrove si pyetje, ne pranojmë, nuk po e them në bazë auditore, po pothuajse çdo javë pranojmë sinjalizime nga qytetarë edhe nga vetë zyrtarët publik, çështje dhe shqetësime të tyre që kanë të bëjnë me menaxhimin, do të qoftë të projekteve kapitale, apo menaxhimin e shërbimeve, menaxhimin e paras së taksapaguesve. Dhe këto, do të thotë, sinjalizime që i marrim, ne i dërgojmë tek ekipet audituese që të bëjnë edhe një analizë tjetër, të mbledhin informacionin dhe të shohin nëse ka bazë për auditim. Kemi pasur rastin e raportit të auditimit të cilin e kemi publikuar, ndërtimi i shtëpive për të kthyerit. Ky ka qenë një sinjalizim nga një qytetar. Ka qenë elaboruar mirë,
Me qenë se kemi audituar si tema herët, e kemi pa që ka problematik të madhe, do të thot, në aspektin e ndërtimit të shtëpive për të kthyerit dhe e kemi kryer këtë auditim. Sipas ligjit për auditorën e përgjithshëm, edhe qeveria, edhe Kuvendi i Republikës Kosovës mund të kërkojnë nga auditori i përgjithshëm, në fakt mund të parashtrojë kërkesë, po jo domosdoshmërisht kërkesa atyre mund të mirret parasysh. Dhe kjo ndodh, do thotë Kuvendi i Republikës Kosovës apo Komisioni për Mbikëqyrje të Financa Publike, njëjtë edhe Komisioni për Buxhet, pas kohe dërgojnë kërkesa për auditim. A keni pas kërkesa të tilla për shembull për kontratat një burimore, pasi që e dim që partitë opozitare e kanë ngritur shumë këtë çështje. Kemi pasur një kërkesë nga Komisioni për Mbikëqyrje të Financa Publike për auditimin e kontratave një burimore për vitin 2021 në Ministrinë e Infrastrukturës. Dhe këtë auditim e kemi kryer sipas kërkesës. Dhe kemi publikuar. Tash ka qenë raport të cilin nëse nuk gaboj e kemi publikuar në vitin 2023, por që për të vlerësu nëse kam pasur të drejtë të lidhin aneks kontrata apo kontrat një burimore, kemi pa edhe shkaqet të cilat kanë drejtuar apo kanë bërë, do të që të lidhet një kontrat e tillë dhe ajo çka ka rezultuar nga raporti i auditimit, për atë sa më kujtohet, për shkak se janë 130 dikon raporte që publikohen në baza vjetore në fusha të ndryshme, ka pasur shumë probleme, do të thotë, në fazën e planifikimit. Ka qenë për ndërtimin e shtrimin e rrugëve kryesisht, për ndërtimin e infrastrukturës. Nuk është para pa elektrifikimi, nuk është bërë analiza apo studimi fizibilitetit në fazën fillestare, pastaj gjatë punës në teren do të thotë ka rezultuar që ka nevojë të gërmohet më shumë, të shtrohet zhavor më shumë, do të thotë si rezultat i planifikimit dhe analizave jo të duhura në fillim, do të thotë para se të lidhet kontrata. Por që edhe aneks kontrata të cilat i ka lidh Ministria e Infrastrukturës në vitin 2021, nuk është se ka pasur, do të thotë, nuk po e them bazë ligjore, sepse ato janë të lejuara, por nuk ka qenë e favorshme sepse dihet që me aneks kontratë është vetëm 10% që mund të nxjerret nga vlera e kontratës, nuk është mbulu, do të thotë projekti nuk ka përfundu, pavarësisht që do të thotë është lidh një aneks kontrat, projekti ka pasur nevojë, do të thotë, që të shkohet me procedura të hapura dhe të shiqohet mirë, do të thotë, aty ku janë nevojat. Ka pasur kërkesa edhe nga Komisioni për Mbikëqyrje të Financa Publike edhe nga Komisioni për Buxhet, por jo në të gjitha rastet i kemi marrë parasysh, për shkak se ka pas tema të cilat ne i kemi kryer më herët. Për shembull, ka qenë rasti me Gurtys, ne e kemi kryer një auditim më herët dhe për shkak se ne nuk mund vim në një konkluzion tjetër dhe nuk mund t'i shtojmë vlerë, atëherë do të thotë nuk e kemi kryer, nuk është se është obligative që unë si auditori përgjithshëm do të thotë të raportoj nëse e marr apo jo një temë, mirë po kemi një diskutim kurdo që thirrem në raportim, diskutojmë edhe për propozimet cilat i kanë bërë. Mirë, zona Spanca, pasi që po na kalojnë minuta, diskutojmë sot për 3 raportet e publikuara. Njëra prej tyre ka të bëjë me komunën e Prishtinës dhe mënyrën se si janë dhënë letë ndërtimit, sa i përket ndërtimeve të larta dhe gjithashtu mënyra e dhënies së certifikatave të përdorimit, cilën e keni në raportin juaj e keni vlerësuar si shumë të rëndësishme, për cilat nuk janë dhënë në shumicën e rasteve. Çka tregon ky raport juaj sa i përket ndërtimeve të larta në dhe mënyrës se si janë dhënë letë ndërtimit? Në fakt, auditimi ka nxjerrë, do thotë, konkluzioni i auditimit ka qenë se komuna e Prishtinës nuk ka qenë as efektive as efikase në tërë procesin, duke filluar nga lejet e ndërtimit e deri tek lëshimi i certifikatës së përdorimit. Ka pasur shumë mangësi, do thotë, në proces, trajtim jo të barabartë të kërkesave për leje ndërtimore, mungesë të inspektimeve të mirëfillta, mungesë e kontrolleve gjatë lëshimit të kushteve ndërtimore, dhe ashtu si që thatë edhe ju, mekanizmi i pajisjes me certifikat të përdorimit nuk ka qenë efektiv. Për periudhën 2017-2021, po flasë për mostrat të cilat i kemi testuar, vetëm 15% do të lejeve të ndërtimit janë pajis me certifikat të përdorimit. Që po i bie, që shumica ndërtesave të larta në kryeqytet? Ndërtesave të larta do të thotë në qytet nuk janë të pajisura me certifikat të përdorimit dhe ky nuk është vetëm do të thotë një dokument, po shkakton do të thotë tregon shumë, tregon do të thotë që ndërtesat nuk janë të sigurta, ndërtesat nuk janë në pronësi të banorëve, banorët nuk mund të përdorin ato do të thotë ndërtesa apo banesa në pronësi apo të shfrytëzojnë ato qoftë për shitje
të lehtëshme apo qoftë për çështje do të thotë të hipotekës. Mangësit kanë qenë, ne kemi pa edhe shkaktar, do të thotë për shkak se nuk kanë qenë as efektive edhe në leje të ndërtimit, kanë zgjuar dikun 3 deri në 30 muaj për të lëshuar një leje dhe cilat janë afatet, a ka ekipi auditus afatet nuk jo me sigurt nëse ka, tash me sigurisht që raporti i auditimit i përmban të gjitha hollësitë, ka qenë një auditim do të thotë kompleks që ekipi auditus është dashur të lexojë shumë për ta kuptuar mënyrën do të thotë se si funksionon çështja do të thotë e lejeve të ndërtimeve të larta. Zyrtarët të cilët kanë qenë të ngarkuar me lëshimin e lejeve të ndërtimit nuk ka qenë shpërndarja në mënyrë proporcionale. Në bazë të mostrave të cilat ne kemi testuar ka rezultuar që një zyrtar do të thotë janë deleguar 100 leje të ndërtimit, përderisa një zyrtari tjetër janë deleguar vetëm 2. Në anën tjetër, arsyetimi ka qenë se kanë pasur detyra shtesë, që këta zyrtar është dashur të kryjnë, dhe ne kemi kërkuar edhe dëshmi shtesë për të pa do të thotë cilat kanë qenë ato detyra shtesë, të cilat këta zyrtar kanë qenë të ngarkuar. Dhe ajo çka ka rezultuar nga auditimi, që zyrtari i cili ka qenë ngarkuar me 100 leje, i ka pas 450 detyra shtesë, ndërsa zyrtari që ka pasur 2 leje të ndërtimit, ka pasur vetëm 48 detyra shtesë. Ka një arsye për këtë disproporcion të ndarjes së punëve? Ne nuk mund gjejmë, do të thotë nuk kemi has, do të thotë arsye pse, megjithatë do të thotë nuk është që janë shfryzuar në mënyrë maksimale apo në mënyrë efektive edhe zyrtarët cilët kanë qenë aty, njëjtë ka qenë edhe tek çështja e inspektimit të ndërtesave, ku një inspektori janë ndarë 50% do të thotë të ndërtesave për inspektim, përderisa 9 të tjerëve është nda pjesa tjetër 50%. Do të thotë ndarja s'ka qenë proporcionale dhe ky koncentrimi i përgjegjësive vetëm tek një zyrtar për neve do të thotë si auditus ngre dilema në aspektin e objektivitetit dhe integritetit të proceseve do të thotë të cilat ata i udhëheqin. Rasponsa gjithashtu keni ngritur si shqetësim edhe çështjen se si një inspektor i mbikëqyr inspekton të gjitha proceset e nivelit të ndërtimit e që nuk është në rregull sipas këtij auditimi apo jo? Po, në fakt Komuna e Prishtinës ka një udhëzim administrativ në të cilën inspektimet në proces të ndërtimit i ka delegu tek vetë investitori. Në anën tjetër ka inspektimet të cilat nuk janë të rregullta dhe nuk janë të mirëfillta dhe nuk janë të plota dhe po ashtu nuk inspektohet as puna apo inspektimi vetë investitorit dhe kjo normal, po mënoj për neve si auditus, ka shqetësime për shkak se nuk dim për sigurinë dhe cilësinë e ndërtimeve, do të thotë se çfarë lloj betoni është përdor. Në fakt ka pas shumë mangësi. Kur flasim edhe nëse është në përputhje me planin rregullues, nuk ka qenë as me planet urbanistike, ka pasur sipërfaqe të cilat kanë qenë përtej asaj për cilën e ka marrë lejen investitore, janë shtuar 3 deri në 5 kate. Do të të ndërtesave dhe sipërfaqja mos harmonizimi ka qenë deri dikun 56% prej asaj çka e ka marrë lejen. Do të nuk kanë qenë të njëjta, kanë qenë devijime përtej asaj që personi, investitori ka marrë leje. Zona Spanca përmendet që do të ketë një auditim edhe për komunën e Fushë Kosovës apo jo? A ka nisur kjo auditim apo ende jemi në proces? Po, auditimi ka filluar, do të thotë janë duke mbledhur informata, kryer testime, kemi bërë plan kështu që s'paku njëherë në vit për shkak të problematikave në këtë sektor, ta zgjedhim një komunë. Dhe duke marrë parasysh do të thotë ndërtimet të cilat janë zhvilluar në komunën e Fushë Kosovës, është diçka do të thotë që shihet, kemi vazhduar me komunën e Fushë Kosovës, pastaj në vitet në vijim do të vazhdojmë edhe me komunat e tjera. Po, dhe Zona Spanca gjithashtu sot keni publikuar 2 auditime sa i përket 2 projekteve të ndara. Keni publikuar auditimin për rehabilitimin e rrjedhës së hekurudhore Hani Elezit Leshak dhe gjithashtu menaxhimin e një kontrate sa i përket mbetorinave, deponisë së mbetorinave. Çka tregojnë këto 2 kontrata, probleme që keni hasur në këto 2 projekte? Tash këto janë 2 projekte krejtësisht të ndryshme, është një projekt shumë i madh, do të thotë që ka filluar në 2008 rehabilitimi i linjës hekurudhore Hani Elezit
Zotit Leshak dhe vlera apo kredia cilën shteti e ka marrë për të rehabilituar apo do të ndërtuar këtë linjë arrin vlerën diku 250 milion euro. Auditimi ka nxjerrë në pas se vetëm 37% të shpenzimeve ka ndodhur deri më tani. Ka nxjerrë në pas se ka pasur shumë probleme, do të thotë edhe në mënyrën se si e kanë zgjedhur që të bëhet prokurimi në këtë rast. Ka rregulla do të Bashkimit Evropian se çka të përdoret, libri i kush, libri i verdh, libri ngjyrhiri, dhe në këtë rast Infrakos ka zgjedh librin e kush që do të thotë një operator ekonomik bën dizajnin, përderisa operatori tjetër ekonomik e bën ndërtimin e hekurudhës, dhe pastaj janë shfaqur ato probleme dhe mospajtime do të thotë me dizajnin, ka shkaktuar shumë mosmarrveshje dhe vonesa në zbatimin e këtij projekti. Nuk kemi gjetur që ka pasur komunikim dhe përfshirje të mjaftueshme të aktorëve relevant, sepse këtu kemi Infrakosin, kemi Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor si dhe Infrastrukturës, po ashtu dhe Ministria e Ekonomisë. Si përcaktuese do të thotë me marrëveshje të bashkëfinancimit e cila është ratifikuar në Kuvendin e Republikës Kosovës të jetë me një farë mënyrë drejtuese e këtij projekti. Pastaj edhe vetë njësia implementuese Infrakosit nuk ka qenë, do të thotë nuk e ka kryer rolin e saj të cilin është dashur. Është parapa në projekt në fillim me kontratë, me marrëveshje kontraktuale, sinjalizimi, elektrifikimi, më pas këto të dy aktiviteta apo shërbime janë larguar nga kontrata, janë parapajnë vendosja e dikon 14 urave metalike, sërish edhe këto do të thotë nuk janë vendosur. Dhe ka arsye pse ka shumë lëvizje, ndryshime në këto kontrata, ka ndryshime për keqpërdorime apo çfarë? Tash tek çështja e keqpërdorimit kemi një departament për çështje juridike dhe kundërmashtrimit, i cili do ta vlerësojnë raportin nëse ka do të thotë hapësirë për elemente potenciale do të thotë për mashtrim apo korrupsion, dhe në rast se identifikohen, atëherë këto raste do dërgohen tek prokurori i shtetit. Megjithatë ka një, po e them kështu, qysh nga fillimi, nuk i është dhënë rëndësia e duhur, meqense është projekt shumë madhor, dhe të ketë përfshirje të gjitha palëve, do të thotë cilat kanë përgjegjësinë. Edhe Ministria e Infrastrukturës, edhe Ministria e Ekonomisë, edhe vetë Infrakosi. Viteve të fundit, në vitin 2022-2023, shihet do të thotë në bazë të informatave dhe dokumentacionit cilin kemi mbledh, shihet se ka një progres, do të thotë ka një progres në zbatimin e këtij projekti, dikon 45%, do të thotë këtij 37% që janë shpenzuar gjatë këtyre 2 viteve, do të thotë 2022-2023, është formu një komitet drejtues në nivel të ministrave, do të thotë që ta mbikëqyrin këtë projekt. Është shkarkuar vetë bordi Infrakosit, mu për shkak të ngecjeve të projektit, pastaj janë rishikuar edhe disa procese do të thotë brenda Infrakosit me qëllim do të thotë që të zhvillohet apo të përshpejtohet progresi në zbatimin e këtij projekti. Po, ndërkohë, zona Spanca se përket menaxhimit të kontratës për mirëmbajtjen dhe riparimin e infrastrukturës deponit sanitare dhe stacionet e transferit, çka tregon edhe po keni parë shumë probleme. Në fakt ky është një prej auditimeve të cilën e kemi filluar edhe me kërkesë të vet kompanisë për menaxhimin e deponive të Kosovës, ka qenë vetëm një kontratë, kanë pasur shqetësimet e tyre, ne e kemi marrë meqense se kemi pasur në auditim kompaninë ndërmarrjen publike në auditimin ton të rregullt, dhe ka rezultuar që kontrata ka qenë do thotë ka qenë diku në vlerë 1.4 milion euro për periudhën 3 vjeçare. Megjithatë shpenzimet kanë treguar që deri në qershor të vitit 2023 vlera e kontratës ka arrit në 1.7 milion. Dhe ajo çka do të thotë ka rezultuar nga auditimi ka qenë se ka pasur devijim nga kushtet e kontratës, dhe devijimet kanë qenë materiale, 8 pozicione, do të thotë sasitë të parashikuara të kontratës janë tejkaluar mbi limitin e lejuar për 30%. Dhe ky limit ka qenë deri në 1.3 milion euro, dhe sikur përderisa në anën tjetër 46 pozicione nuk janë marrë fare, nuk janë furnizuar fare KMDK. Dhe sikur ta kishin analizuar në fillim dhe ta kishin bërë një plan më të mirë në fillim, operatori i dytë i përgjithshëm do të kishte qenë më i lirë për 850.000 euro.
Pra mungesa e planifikimit? Mungesa e planifikimit, mungesa e mbikëqyrjes, monitorimit të projektit ka bërë do të shfrytëzohen vetëm 8 pozicione. Për ma shumë ka pasur dhe mungesë të dokumentacione, do të thotë që të mbështetën, nuk kemi arrit me gjetë, do të thotë dëshmi të mjaftueshme për faturat cilat janë dërguar KMDK-s. Dhe në zona sponsa, kur flasim për gjitha këto, shihet që ka dyshime për kesh përdornim paras publike, çështjen e planifikimit, se si bëhen kontratat, projektet e gjitha. Përveç këtyre rekomandimeve që zakonisht ju jepni në fund të auditorit, ju keni të drejtë të dërgoni edhe rastet në prokurori dhe të organet e hetuesisë. Sa raste aktualisht i ka dërguar ZK-ja, keni dhëna dhe sa jeni të kënaqur me vendimet e gjykatave që po merren ndaj rasteve tuaja? Në fakt që nga 2018 dhe deri më sot ne kemi dërguar diku 377 raste tek prokurori i shtetit. Ne kemi lidhur një marrëveshje do të bashkëpunimit me prokurorin e shtetit me qëllim të ndihmesës të dërgimit të informatave nga ana jonë në mënyrë të strukturuar dhe të mjaftueshme me dokumentacion dhe po ashtu të marrim edhe feedbackun apo informatat kthyese për rastet cilat i kemi dërguar. Këtë informat do të thotë kthyese e kemi marrë vitin e kaluar dikur ka qenë në mars të vitit 2024, kanë dërguar informata vetëm për 143 raste dhe ajo çka kemi vrej do të thotë për informatave cilat i kemi marrë kanë qenë vetëm për 3 raste kanë ngritur akt akus, 80 raste janë nën hetim dhe 50 raste në mbyll. A jemi të kënaqur me mënyrën se si po trajtohen? Normal që do të thotë vetëm raporti 143 me 3 raste do të thotë tregon shumë. Ne kemi mbajtur një punëtori së bashku me prokurorinë e shtetit me qëllim që të shohim do të thotë nëse do të thotë prokurori ka nevojë më shumë informata, nëse ne po dërgojmë raste të cilat me të vërtetë nuk kanë elemente do të thotë të veprës penale. Dhe në ato punëtori jemi munduar pak a shumë të harmonizojmë do të thotë mendimet e tona, megjithatë do të thotë kemi mos pajtime do të thotë për rastet cilat i kemi dërguar që për neve do të thotë mund të jenë bardhëzi që ka elemente potenciali për vepër penale, përderisa prokurori e sheh do të thotë me një mjaftueshëm do të thotë me një këndvështrim tjetër. Atëherë ju falenderoj që ishit sot këtu me ne. Ju falenderit shumë. Faleminderit. Dhe në vazhdim është koha për lajmin kryesor të botës.